Adnani veten e ti tregoj. Albano, na lusi, na lusi Ronaldinho. Albano, merre pak tavolinën e ngrënies. Kështu? Po, edhe çoj në qendër. Faleminderit. Që më kursen këto punë të leta gjithmonë. Në qendër aty te bashkia? Okej. Do vishte më ndihmosh çikti, më ishte fiksim. Ligin. Mos e sesh për të qesh. Merr dhe 2 karige, hajde. U thye apo mu duk mua? Merr dhe 2 karige. Një sekond. E thyen po. Se çike rënd, na I bëni Allah. Aty lëre, kaq, mjafton. Merr dhe tavolinën e bardh. Merr dhe tavolinën e bardh. Ky është shamshori ynë pra, siç e shihni. Unë jam mamshori juaj, siç e shihni. Ndërkohë që Albano sjell 2 kariget, ne kemi improvisuar një program televiziv në Vision Plus. Ai është emisioni 7 pa 5, është një emision I cili fillon çdo mëngjes në orën 7 pa 5. Sigurisht prezantohet nga Noli dhe nga Pranvera, por në rastin konkret do prezantohet nga Albano dhe nga Pranvera që e presim me duar trokitje. Hajde Pranvera! Hajde Pranvera në Pranver. Pranvera në Gylstë, mirë mëngjes Pranvera. Në mbroma. Aha, tani Albano ka një problem. Ti nuk e ke zakon të ngrihesh kaq herë. Ndërkohë ti Pranvera bën atë që bën gjithmonë në këtë orar, dakor? Më mbyllni komunikimin me sallën. Jam çështën për gjumën me Demek. Hajde Pranvera se. Albano, ç'a bën më burr? Çau, se filluam për 5 minuta, jemi gati. Çau pra. Ja si një badani, oma, se di. Po ç'a mama, çau, se filluam, fillon sigla tani, gati. Je okay, ma? Albano, je okay? Ha plaka. Po ç'a plako debil, çau se filloi sigla. Çau. Je okay për emision? Je okay? Po. Je okay? Atëre Albano, jam regjia, Albano fillojmë për 1 minutë tym transmetimi. Okay, ë? Regjia. Albano, je okay? Po, në studio jemi këtu? Po në studio, pra, ku jemi? Po si janë aneks në shtëpi. Po. Fest gati, filloj sigla. Përshëndetje dhe mirëmëngjes të dashurmiq, takojmë së bashku në emisionin 7 pa 5 në këtë ditë. Një emision me shumë energji, me shumë ritëm, kemi të ftuar vërtet shumë interesant ditën e sotme apo jo Albano? Albano mirëmëngjes. Si ja? Mirëmëngjes, si në programin fyshëm. Albano? Okej, sot kemi të ftuar Seme si sta Pranvera. Sot kemi të ftuar vërtet shumë interesant 2 personazhe të cilët do të sjellin në risi ditën e sotme në emisionin 7 pa 5 dhe unë nuk dua të humbasim kohë. Albano, këtë personazhin e parë? Ne, po. Është një femër shumë interesante. Një gjene, digjeronja, dimë. Kemi ftuar një vajzë mjaft interesante, e cila ditët e fundit ka promovuar klipin e saj, ka bërë shumë buj me këtë klip, por sigurisht ka tërhequr vëmendjen e mediave roze dhe për sa I përket jetës së saj sentimentale. Ftojmë në studio Cubin. Bravo. Cubi, je shumë I ndinjuar për shkeljen e privatësisë tënde. Përshëndetje, mirëmëngjes. Po çfarë përshëndetje, më përshëndetje thot. Ç'përshëndetje? Të lutem shumë, jam shumë e ndinjuar. Kam ndonjë gjithë natën zgjuar që të vi këtu që në orën 7, edhe të flasin që janë këto gazeta që flasin për mua lart e për që janë këto video njerëz që flasin lart e poshtë për mua. Kush jam unë më ti? Që duhet të merren njerëzit me mua? Ç'është kjo kështu tani? Më fal, jeni kaq e ndinjuar. Po jam më ti zot, si jam e ndinjuar, jam shumë e ndinjuar. Po pse? Flasin gazetat, lart e poshtë flasin gazetat, nxjerrin në YouTube, shkojnë në shtëpi babai, po ç'bën më çu, po çapo bëjmë më xhan. Shkojnë gjithona të flasin për mua, çfarë bëjmë, çfarë po bëjmë? Po bën, rasti më I fundit ishte para Bashkisë Tiranës bashkë me Imashkut pan gjithë. Po, edhe çfarë problemi kishte këtu? Më fal, po isha me të dashurin timoj. Po makina ishte thjesht kabrioleten, po kalonim, thjesht aty po kërkonim karikusin, duke kërkuar karikusin e makinës, shkëmbyem një puthje, pastaj nga një puthje tjetër. Po ishte lakurisht me çkarikusin. Po lakurisht me shkëmbej puthje, se si shkëmbej puthjet aty. Vani, kam një pyetje pikante për ju. A mund ta uni çik zërin apo Isha shumë mirë, po ishte makina kabriolet, nuk isha se çfarë të bëja unë tash. Po rastit e bloku? Në banak bashkë me dy zezakun fal, po media do merren me këtë punë. Shumë mirë se do më le fiks në temë, po mirë.
Tash njerëzit çdo merreshin me çfarë kishin njerëzit kanë çdo merreshin me qarkulluar video. Po me mua dhe me dy zezantë me çfarë kishin po në stadion në ndeshjen Tirana Partizani. Fiks më dole në Po kjo s'është e mërashme? Jo, ja se ta them unë se ka qenë historia. Unë isha me të dashurin tim, ishim jashtë, po pinim një kafe. Ky ishte i dashuri i tretë, me siguri. Po sigurisht se unë isha ndar me Gonin, tani unë lidha me timin. Kështu që në atë moment ja o zotri se unë po e sqaroj. Po zgjidhë me vetata deri në gjitha dy. Po njerëzit janë shumë merren lart e poshtë. Dhe unë isha me të dhe i tasha, futemi brenda në stadium, në futëm në stadium. Hym aty unë mes të fushës, filluam u zhvesh me njëri tjetër kur ne hapëm syt, pam njerëzit që suleshin ca ndej ca këtej. Na bënin foto njerëzit nëse çudi e madhe. Po spion, më çfun kishin më me ne. Më çfun kishin më me ne, kupton ti apo jo? Ne me një ç'është kjo më mes stadiumit, ju duk hapësirë vogël, ë? Po ç'është kjo? Po ç'është ti? Nuk po di lart e poshtë kështu te bilivili. Me stadiumit janë të rrezitë si gozon. Kur të kap ty dashuria tim më shoqë kur i. Nuk e kemi pas si kemi Kur të kap dashuria ku e bën ti? Ku e bën? Nuk e bën ku e bën? Unë personalisht e bëj me Vedatin. Po Okej, kam i pyetje shumë pikante për klipin tuaj të ri. Se vërtet mos e na çave kokën. Po flas more se njerëzit merren me mua, ç'pun kanë me mua, ç'pun kanë me mua. Sepse je degeneruar, kjo është vetëm arsye që merren njerëzit me mua. Ti, haçjenje ti. Ase kështu bën. Ju kërkojmë ndjes për të ftuar të tillë, po sigurisht në transmetime live ndonë edhe këto. Të ftojmë personazhin e radhës, i cili është? Personazhi i radhës? Jo. Personazhi i radhës. Jo, nuk dua. E ngra aty edhe pimë aty pastaj ikëm edhe pak. Okej, do të ndalemi tek personazhi i radhës. Juli, ti e fillim për të ndërprerë. Për sa i përket pesticideve, një problem shumë i madh për shoqërinë, do të flasim tashmë me zotin Sotir Soti. Sa bukur. Përshëndetje, mirëmëngjes. Zoti Sotir, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi, faleminderit që u zgjuat herët. Zoti Sotir, Si jeni mirë? faleminderit që pranuat ftesën tonë. Vetëm mos bërtitur. Pa merak. Si kaluat? Mirë, Zoti- atëherë kemi ardhur këtu për të folur për kastravecin. Do të flasim për pesticide. Për pas pesticida, unë i kam Janë sjell të një kastraves rrezikshme? me vete. Ky është një kastraves normal? Në fakt janë 6 kastraves në një. Kastraveci duhet përdorur gjithmonë si kastravec. Dhe në asnjë mënyrë Të lutem, dua të ndalemi pak te pesticidet. Janë të dëmshme për shëndetin? Zoti Sotir. Zoti Sotir, më fal, pesticidet. Zoti Sotir. Më fal, Zoti Sotir. Më fal. Pra, po thoja që kastraveci duhet përdorur absolutisht si kastravec. Nuk mundemi ne të përdorim kastravecin si domate. Ç'kuptim do kishte kjo? Si domate. Në asnjë mënyrë. Po jo, po mund ta përdorim si astëk. Zoti Sotir, më fal. Zoti Sotir. Sa kile keni harxuar për sa i përket pesticideve? Sa pesticide keni hedhur për shembull në 1 kile kastraveca? Zoti Sotir. Zoti Sotir. Më fal, Zoti Sotir, mirëmëngjes. Më fal. Po thoja pra, që më fal, po i hodhën pesticid një kastraveci. Po. Ky kastravec nuk bën asgjë tjetër veçse bëhet një kastravec pra. Ku e dallojmë? Ne ku e dallojmë nga Zoti mallësia? Ku e Sotir, më fal. dallojmë? E dalloj, Zoti Sotir, urdhë, po. Kam një pyetje për ju. Zoti Sotir, ku e dallojmë që kemi hedhë pesticide? Zoti Sotir, po flini, Zoti Sotir. Jo, kurrës nuk folem, sepse jeni një këto emisionet e mia si pse si bënin mbasdite. Se kështu kemi Pra, orari. po flisim për kastravecin i cili është një kastravec i cili pra, sa më shumë, atëherë, i hedhin 1 gram pesticid, bëhet kaq kastraveci. Ju kemi ftuar si ekspert, keni marrë dhe çmim, keni marrë dhe I hedhin çmim. 5 gram, kaq kastraveci. 10 gram, i 100 gram, bën 2 kastraveca bashkë, kështu. 200 gram bëhet sa ky kolegu ju i kastraveci. Sa gjoke shumë, nuk ka gjoke shumë. Nuk ka, atëherë. Sa gram do që të bëhet si këngëtar, kështu si Vedati. O Sotir. Zoti Sotir, ne ju falenderojmë që ishit sot me ne. O Tiri. Zoti Sotir, faleminderit që ishit sot me ne në studio. Lese. Albano, nuk mban mend çfarë emisioni Zoti drejton. Sotir,
Lemi se zuri ju, le mos e. Okej. Ky ka qenë gjithçka e përgatitur për emisionin 7 pa 5 edhe për ditën e sotme. Le ta mbyllun se s'tash se gjithë emisionin. E pra, mirë do bëja. Atë ishte pra televizori dita ime. Jo, ç'dita ime më? E pra, jo, sa po mbyllëm, nuk ka rëndësi se çfarë bëni ditën, natën do e kaloni me turin. Është oktapodi ky më, Albana. Ma mirë, okej, ishit me mua Gim Bajko, relax. Po jo pra. Po mirë, pazar. Albana, jo. Po kush emisionës se na gjave kokën? Po 7 pa presa, 7 pa pesa. 7 pra presa? Ishte apartamenti Dix, le, Zoja Zotrini, rëpashi, natë e mirë. Zoja dhe Zotrini ishte apartamenti Dix. Me ne në studio ishte Pramera Burakaj, moderatore 7 pa 5.